Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi tha shirkul asgar, shirki vogël është riaja. Çka është ria? Me i bë punët për sy e faqe. Me i bë punët për lavdratën e tjerëve. Zoti na ruaj. Kur është puna më sheft me bë diçka e bën shumë të vogël. Kur është të shohin njerëzit e bën shumë të madhe. Pse? Që ta shohin njerëzit. Tha njën, ja Rasulullah, por nëse unë e bëj një punë të mirë, edhe njerëzit më lavdrojnë, a unë se kam qëllimin, po ato që lavdrojnë, përmendin, mashallah filani, në këtë xhami këtë ka dhonë, filani ka që bursa ju jep studentëve, filani ju ndihmon nxënësve, ju ndihmon fukarave, nevojtarve, ju ndihmon, Allahu ja ka mundsu. Ato që e lavdrojnë, ai nuk bën përgjegjësi, por ai të mos e bën që ta lavdrojnë. Innamal a'malu binniyat, veprat mbaren dhe vlerësohen sipas qëllimit, sipas niyetit. Pra, kjo është një shirk i vogël që e çon njeriu në katastrofë. Dhe ai njeri që i bën punët jo për hir të Allahut, por për hir të njerëzve, kur dalën ditë mahsherit, Allahu dhul xhalal do thosë ti këtë punë e ke bë, po Zot ki qef, i kam bë. Ka thonë i pa të bë për lavdrata, i ke marr lavdratat në ndonjë shpërblim s'ka. Zoti na ruaj. Madje që në një hadith ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, melaqet do t'i marrin ato riaxhit, ato që bëjnë punë për sy e faqe, do t'i marrin, do t'i grumllojnë, edhe do të hecin përpara për xhenet. Edhe kur do afrohen kështu karshi xhenetit, kur ta shohin mirësinë e xhenetit, që nuhatin aromen e xhenetit, do thonë hajde, prap tash. Prap do t'i kthejnë. Drejtëm xhehenem, do thonë o Zot, po bëre mos na e kishe tregu, po ja u tregova unë xhenetin ashtu si mi tregojshi ju punët që i bëshi për halkit. A e pa xhenetin po u kri? Sikur punët e juja që i bëshi për ti pa halkit, edhe unë ja u tregova xhenetin me kaq bolle keni shtaj hesni për xhehenem. Zoti na ruaj. Pra kjo është një çështje e ndërlikuar, që duhet patur kujdes.